Ankesa atyre është përçarëse, po ju e dini që zonja Albulina Xhiu ka qenë përçarëse te zajednica. Cilat do të jetë zgjidhja? Çfarë do të jetë zgjidhja? Të ministri pra keni dhënë. Ana pegone sot që kam përshkruar te juja. Për bota, ato flasë po më thonë për çfarë. Se komandani Xhuan zonja Xhiu. Jo, vazhdon të jetë zonja Albulina Xhiu. A është këtu ndonjë takim me partitë opozitare apo ju e dini herën e fundit kryesuesin këtë zotëdor i ka ftuar, por që partitë politike kanë refuzuar, LDK në këtë rast s'ka marrë pjesë, në që është e rëndësishme me ditë për publikun, kurse subjektet tjera kanë kanë ato kërkesat e tyre, por që përse si takojnë atyre. Zonja Albulina Xhiu është përsëris një aplikove më të votuar në Republikën e Kosovës. Edhe po besoj që është e denjë për pozitën, më parasysh edhe historinë e saj në politikë. Ankesa atyre është përçarëse, po ju e dini që zonja Albulina Xhiu ka qenë përçarëse te zajednica. Unë po besoj që tashmë këtë parti politike e din që zajednica ka qenë një vendim i gabum, mor parasysh që ka kundërshtu, këtë rast këtë duhet me përkro një kandidate që e ka përçarë zajednicën, e ju me kundërshtuar. Mendoj që partitë opozitare ose partia për partinë tjetër nuk do votë opozitë. E voton ose nuk e voton është zgjedhja. Ai keni Ne numër mendojmë që rruga më e mirë, më e durë dhe arsyeshme është me deblokuar këtë kohë edhe me shkuar drejt konstituimit. cilat do të jetë zgjidhja? Çfarë do të jetë zgjidhja? Mbetet në vullnetin edhe vendosmërinë. A keni bërë Jam që me pas zgjidhje sa më të shpejt kuptimin me i konstituir kuvendin dhe me fut në afati përshkruese për themelimin e A keni qeverisë. pas për praktikisht një bashkëpunim ose një marrëveshje me Duda Biden për një ministri, është raportu dje që praktikisht Kurti ka dhënë një ministri, megjithatë Nita nuk ka qenë që në dy seanca kur është dashur. Di diçka, po nuk i di detajet, do të thotë drejtohen në këtë rast aktivit kryqënësi. Ato që i gjeni, më tregoni? Tash, do të mi pas informacione këtë plota për në mujtë në rëndë të të. Të ministri pra keni dhënë. është çështje e mandatorit të qeverisë. A tregua keni marrëveshje me AKN, a keni me votu dhe në Xhiu. Ka një 3 elemente që mendoj që janë shumë të rëndësishme në këtë kohë. E para është e papranueshme, siç keni mund edhe ju me e pa, një gjuhë e cila është përdorur kundrejt kandidatës tonë për kryetarit të kuvendit të Republikës Kosovës, Albulina Xhiut. Pra, këtë ditë kemi pa jashtëzakonisht shumë ofendime, të cilat kanë pas bazë gjinore. Fakti që një ofendimi ja vendos mbrapa komentin politik, nuk e bën komentin politik, përkundrazi ai vazhdon të mbetet një ofendim. E dyta, në mungesë të kritikave të një menda, ka pas tepër shumë sulme mbi baza personale e private, po ashtu, siç e thash edhe në fillim, me elemente shumë të theksuara seksiste e mizogjine. Unë mendoj që nëse hym kështu në analizë të karakterit, pikërisht këta burra të cilët po shkruajnë për çdo ditë e po ofendojnë për çdo ditë kanë probleme vet. Ata përfaqësojnë një mentalitet i cili është thellësisht patriarkal edhe gjithatë elementin e vet traumatik me cilin ata ballafaqohen vet për çdo natë janë të kontaminu opinionin publik me të. Dhe e treta, unë mendoj që kjo është një situatë e cila nuk është thjesht një luftë kundrejt Albulina Xhiut, kjo është një luftë kundrejt të gjitha grave, të cilat në të ardhmen synojnë pozicione të rëndësishme shtetërore. Pra, është jashtëzakonisht të rëndësishme të ketë parasysh se një gjuhë e tillë është e papranueshme, edhe konsideroj që është e nevojshme që të gjithë ne ta theksojmë vazhdimisht këtë çështje.